dhunës në shkolla, dhunës në rrugë tek të rinj, nxitja e dhunës, lojret e ndryshme për dhunë, ngritja e vedijes të familjeve në raport me prind edhe obligimet e prindve ndaj fëmijëve, edhe fëmijët që kanë raportin ndaj familjes rrethit edhe shoqënisë ku jetojnë. Ku e kanë burimin gjithë këto probleme? A ka ilaç, ndoshta kjo smundje shoqërore? Kjo smundje shoqërore nuk po thonë që mund mu parandalu tërësisht, po mund mu parandalu. Dhe më thonën, shiqoj dhunën e shkolla që ndodhë, dhe më thonë, shumë pak gjobitën ose shumë pak marrin paguajnë faktura. Dhe më thonën, do të me po si vendet e Evropës, problemet e fëmijëve, gjobitën print. Manej, print borë matë kujdesshëm dhe fëmijëve. Ka print, që fare nuk dojnë me një se kuj ka fëmijën e vetë, ose çka po ndodh me fëmijën e vetë. Fëmijët e tyre. Dhe më thonën, periudhën e fundit shihet një tendencë e rritjes së dhunës, po pe grupeve të ndryshme, pe tifozëve të ndryshme, pe grupacione që po krijohen brenda shkollave, lagje ose tifozë ndryshme të lojra sportive të ndryshme. Në anën tjetër, Selishta, a pavarësisht fushatave, ka fushata të vazhdueshme edhe prej institucioneve të rendit, edhe prej policisë në veçanti, a duhet të intensifikohen aksionet për të mos u lënë në dorë qytetarëve armët pa leje? I nderuar, armë pa leje nuk ka nevojë të asnjë qytetar të ketë, sepse për sigurinë e qytetarëve për kujdeset vetë shteti dhe institucionet e shtetit. Qytetarët kanë besim në shtet, po aktet e dhunës, nëse vendos me bo një akt të tillë, e gjenë mënyrën për me bo një akt të tillë. Nëse jo me armë e kryjnë me diçka tjetër, po unë e shoh si shqetësim që është në rritje, trend në rritje ku do të thonë në shkolla pak punohet me fëmijë, pak punohet me ngrit vedia se cilat janë pasojat nëse bën një akt kriminal, ose cilat janë pasojat nëse bën një akt edhe po të vogël në shkollë, në rrethe ose në ambjente të ndryshme. Tek ne kem nevojë për ngritjen e vedijes, që nuk kem vedi mjaftueshme tek fëmijët, sepse cilat janë pasojat nëse përdor një